Tendri për barën Goserelin, 10.8 mg në qendrën spitalore universitare, u fitua nga Bashkimi i Operatorëve Trimet e Vil Manushit dhe Resi Pharma Emerita Sheqit, ndërsa u regjistrua vetëm një ofertues. Kushtet e tendrit kërkonin një formë dhe dozë shumë specifike të produktit, si dhe autorizime të lidhura me prodhuesin MAH. Kjo mund të ketë kufizuar numrin e kompanive të afta për të konkuruar. Kjo procedurë është shënuar nga Open Data Albania me flamurë të kuq, duke sjellë dyshime të forta për korrupsion. Tendri u zhvillua nga operatori i blerjeve të përqendruara për llogaritë të QSUT-s. Objekti i këtij tendri është loti 2 Goserelin dhe për këtë blerje është caktuar fondi limit me vlerë 664 milion lekë. Zakonisht ky medikament është blerë në të kaluara në sasira më të vogla, por spitali ka bërë kërkesë më të madhe këtë vit. Loti është pjesë e një kontrate të madhe me objekt blerje barna për mbulimin e nevojave të shtuara për disa barna në shërbimin onkologjik hematologji pranë QSUNT me afat 24 muaj. Ndërsa vlera totale e 4 loteve është 956.000 euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Tenderi është mbajtur më 6 mars 2026, por deri tani është bërë i ditur vetëm fituesi i lotit 2, që është vlera më e madhe. Zakonisht të gjitha lotet në këto tendera u jepen një operatori. Dyshimet mbi tenderin shtrohen edhe nga bashkimi i dy operatorëve të cilët zakonisht në të kaluarën për këtë medikament janë futur në tendera si subjekte të ndarë. Kështu në tenderin e vitit 2020 të zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë Trimet dhe Resi Pharma kanë marrë pjesë ndarazi. Por akoma më e qartë bëhet situata kur në të njëjtën ditë që zhvilloi tenderi për qendrën spitalore universitare në Tereza, më 6 mars 2026, të dyja kompanitë kanë hyrë në garë tjetër, por të veçuara. Bëhet fjalë për të njëjtin medikament që duhet për spitalin e Shkodrës. Dyshohet se dy kompanitë janë në marrëveshje paraprake për tendera duke rënë dakord për mënyrën e pjesëmarrjes dhe ofertat. Këto veprime bëhen në hijen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të operatorit të blerjeve të përqendruara në bashkëpunim me autoritetet e spitaleve. Dhe është shumë e lehtë kur jeni nipi oligarkes Vil Manushi, pronarës së koncesionit check-up të shëndetësisë. Trimet SHPK në letra e shprehën Endrit Hidos, nipit të Vil Manushit dhe Gentiana Peshkatarit, punonjëse e Nushit. Fillimisht Nushi ja ka shitur aksionet e saj anglezit Dominic Noel William Evans. Anglezi është bashkëshorti i mbesës së Nushit, Ledina Hidos. Ai ka mbajtur këto aksione për 2 vite, pasi ja ka shitur Endrit Hidos, i cili është i vllai gruas së tij ose thënë ndryshe nipi i Vil Manushit. Ndërsa si administrator i Trimet është Gentiana Peshkatari, e cila kryen këtë funksion që në vitin 2026. Kompania është pjesë e një rjeti familjar ku Vil Manushi qarkullon dhe fsheh para publike të përfituara në tendera dhe koncesione korruptive. E vënë në vëzhgimin e SPAK, Vil Manushi ka ndërmarrë disa veprime prestigjatore, duke kamufluar dhe zhdukur filialet e saj. Kështu, koncesionin e check-upit Vil Manushi e kontrollon përmes kompanisë së saj kryesore të shitjes së madrave Marketing and Distribution. Ky subjekt ka 80% të aksioneve të kompanisë koncesionare 3P Life Logistics, ndërsa 20% aksioneve në kompaninë koncesionare i zotëron kompania farmaceutike Trimet SHPK. Kjo firmë është përfituese rreth 1200 tenderave në shëndetësi me vlerë rreth 40 milion euro. Kompania Trimet është themeluar në vitin 2004. Në qershor të vitit 2008, Avenir Peporshi ka dhuruar Vil Manushit 50% të aksioneve të kompanisë Trimet. Në 24 mars 2017, Vil Manushi shet 50% të aksioneve të kompanisë Trimet për 300.000 euro britaniku Dominic Noel William. Kompania Barva e Rio Pharma SHPK është një tjetër filial i krijuar nga Vil Manushi për ta përdorur si kanal për tërheqjen e parave publike. Këtë kompani Vil Manushi e kishte kaluar në emrin e burrit të motrës Edmond Hido. Në vitin 2020, Vil Manushi shet vetes kompaninë Rio Pharma. Në fakt, Trimet, të cilën e kontrollon nipi Endrit Hido, e ka përthithur subjektin e sipër. Kompania Rio Pharma e përdorur në afera korrupsioni u shkrim me kompaninë Trimet në qershor të vitit 2024. Kjo është një tentativë për të zhdukur gjurmët e Rio Pharmës. Vil Manushi ka marrë pjesë edhe në zhdukjen e kompanisë së korrupsionit Hermes të Arben Ahmetaj, me të cilën u vollën nga Alp Telekom miliona euro me impulse telefonike deri në vitin 2004. Në vitin 2016, Alp Telekom ishte në gjyq me kompaninë Hermes, të cilës i kërkonte t'i kthente mbrapsht 12 milionë euro. Afera u mbyll me marrëveshje në vitin 2016 nga Arben Ahmetaj, kur ishte ministri i financave. Alp Telekom hoqi dorë nga pretendimet ndaj Hermes SHPK. Kujtojmë se Ministria e Financave ishte aksionere Alp Telekom. Hermes u përpuz nga kompania H Communication me aksionere Vil Manushi. Në këmbim, Ahmetaj, dhëndrin e Vil Manushit, Endrit Duçka, e kishte mëruar drejtorët të pronës publike, duke kaluar disa pasuri publike në pronësi të shokëve të Ahmetaj. Ndërkaq, në vitin 2011, kompania H Communication u përthith nga kompania One Albania. Vil Manushi përdor emrin e motrës së saj Majlinda Hido për kompaninë e tregtimit të marrëdhërave të ndryshme Interlogistic SHPK, e cila ka fituar 85 tendera publik me vlerë miliona euro. Majlinda Hido, motra e oligarkes Vil Manushi, fiton çdo tender ku merr pjesë, fal lidhjeve të forta me qeverinë të krijuara nga Vil Manushi. Kontrolli i lartë i shtetit ka konfirmuar përmes disa raporteve se koncesionari check-upit ka përvetësuar rreth 4 milionë euro para publike për shërbime të pakryera.
Dëmi ekonomik u deklaruar për herë të fundit në korrik të vitit 2024 në mbledhjen e Komisionit Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi, nga audituesja e kontrollit lartë të shtetit, Selime Bregu. Zyrtarja deklaroi se këto shifra rezultojnë të kenë rritur fitimin e kompanisë koncesionare deri në 32%. KLSH ka zbuluar se vetëm gjatë një viti Vil Manushi ka përfituar në mënyrë të padrejtë edhe $2.3 milion TVSH të rimbursueshme. Edhe kjo vjedhje është zbuluar dhe faktuar nga raporti i kontrollit lartë të shtetit, ndërsa mësohet se pagesa është bërë nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Sipas auditit, kthimi i parave te kompania e Vil Manushit është bërë në mënyrë të padrejtë. Ndërkaq, kontrolli i lartë i shtetit ka ushtruar një kontroll në FSDKSH për vitin 2022. Nga auditimi veprimtarisë është konstatuar se FSDKSH nën drejtimin e Albana Adhamit dhe Ogerta Manestriliut kanë paguar Vil Manushin për 20.172 analiza të pakryera. Raportet e kontrollit të lartë të shtetit tregojnë se skema e vjedhjes së parave publike nga Vil Manushi ka vijuar nga viti 2015 deri në vitin 2022. Koncesioni po hetohet nga SPAK për më shumë se sa 5 vitesh, kur është hapur procedimi numër 122 viti 2020. Ndërkaq një tjetër femër e fuqishme qëndron pas tenderit që raportojmë. Ajo është pronarja e kompanisë Resi Pharma, Melita Sheqi. Motorella, Petrit Mau dhe Melita Sheqi përfaqësojnë fenomenin më të rrezikshëm të korrupsionit me tendrat e shëndetësisë, në llogaritë të cilit kalojnë miliona euro para publike. Vetëm me kompanitë Resi Pharma dhe Intermed kanë marrë rreth 750 tendra vitet e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në spitale. Pjesë e organizimit të biznesit të tyre janë Intermed, Resi Pharma, Noval Laboratori, Beata dhe Vetal, me të cilat kanë marrë koncesione dhe tendera korruptive. Në këto tendera, pjesa dërmuese janë praktika korruptive në mos respektim të ligjeve antikorrupsion nga zyrtarët që i favorizojnë. Në tendera që futet Resi Pharma nuk paraqitet asnjë kompani sepse fituesi është i paracaktuar. Prokurimi i vitit të kaluar për ilaçet e onkologjikut tregon se si ky klan familjar ka kapur shëndetësinë prej fyt. Bëhet fjalë për tenderin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza me objekt blerje Daratumumab 400 mg flakon me afat 24 muaj. Teksa fondi limit që argëton kompania fituese është 6.1 miliard lek pa TVSH. Tenderi është mbajtur më 13 mars 2025 dhe vetëm pas 6 ditëve është shpallur fituesi. Në këtë procedurë prokurimi ka marrë pjesë vetëm Resi Pharma SHPK, e cila ka bërë ofertë sa 99% e fondit limit. Me shpejtësi të madhe në justifikimin se ky është një ilaç shumë i kërkuar për sëmundjet e kancerit, kontrata është firmosur më 2 prill 2025. Kur vjen fjala tek tendrat e Ministrisë së Shëndetësisë, Melita Sheqi merr pjesën e luanit. Në 10 shkurt 2025, Komisioni i tenderit e autorizuar nga ish-ministri Albana Koqiu ka dhënë 5.7 milionë euro në një procedurë me një pjesëmarrës për bana që mund të blihen me çmime 30% më të lira. Kështu është vepruar në tenderin me objekt loti 5 Ixazomib, blerje bana të reja për nevojat e spitaleve, ndarë në 15 lote me afat 24 muaj. Tenderi furnizonte spitalet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, qendrën spitalore Shefqet Ndroqi dhe Spitalin Universitar të Traumës, SUT. Në lojë ishin 5.7 miliard lekë që ishin paracaktuar për kompaninë Resi Pharma SHPK. Edhe ky tender është shënuar me framur të kuq pasi ka dyshime për favorizim fituesi. Nga ana tjetër, kjo kompani nuk jep garanci për cilësinë e ilaçeve. Një raport i fundit i kontrollit lartë shtetit zbulon se Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, sidomos kur ishte Ogerta Manestriliu, në bashkëpunim me depot farmaceutike, njëriet farmacistë dhe mjekësh, janë përfshirë në skema mashtrimi dhe shkeljesh të rënda me bana të skaduara, receta fiktive dhe skema të tjera zhvatje. Në listën e depove farmaceutike të mbushura me ilaçe të skaduara ishte edhe Resi Pharma. Gjatë kontrollit që ka kryer FSDKSH në 21 dhjetor 2022 në depon importuese farmaceutike Resi Pharma ka konstatuar 18 medikamente të skaduara, në sasinë 12.000 copë me vlerë mbi 400.000 euro. Afati skadendës për këto ilaçe të rimbursuese kishte kaluar mbi një vit. Sipas kontrollit lartë të shtetit, për këto medikamente nuk ka një dokument ose proces verbal të lëshuar nga autoritetet kompetente, si dhe nuk është kryer procedura e rregullt për nxjerrjen jashtë përdorimit të tyre. Për këto bara, nga grupi i kontrollit është mbajtur proces verbali me shkrim dorë pa shoqëruar me evidenca fotografike të mjedisit të veçuar dhe të barave me mbi shkrimin të skaduara. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin dhe favorizuese për kompaninë Resi Pharma. Auditi ka konkluduar se mungesa e kryerjes në kohë dhe dokumentuar në rastin e daljes së banave jashtë përdorimit, si edhe risk në nivelin e rimbursimit të përfituar nga depo importuesja Resi Pharma. Gjithashtu, riskun e rifutjes së qarkullimit të banave të skaduara me qëllim përfitimin e rimbursimit, por me pasoja të rënda në shëndetin e pacientëve.